Miqtë Prizmës, mbrëm ishte një sondazh ose e kishin paralajmëruar një sondazh ke emisioni i Dumës, Grida Dumës, të cilin e kishte bërë një prej atyre që sondazhistave të mëdhenj amerikanë, cilët kishin parashikuar disa fitore ose rezultate pothuaj të sakta, ose të sakta, më mirë të themi, për Donald Trump. Pikërisht kjo përbante atë faktin që ky sondazhist ishte projektuar që të dilte edhe të bënte edhe për ne, ishte paguar, me thënë drejtën. Dhe normalisht ishte bërë me një qëllim, sepse normalisht krahas besueshmërisë të fitores së Donald Trump është edhe sipas tyre gjithmonë i bëhet refleks edhe fitores së djathtas. Dhe normalisht këtë emision që drejton Duma, e cila ka qenë deputete e Sali Berishës, bile ka qenë deputete edhe e Lulzim Bashës, kur Sali Berisha sulmonte Selin që i kishte marrë Lulzim Basha, dhe Grida Duma ishte brenda. Pra, ishte bërë me qëllim për treguar që shiko, kemi një element i cili mund të asigurojë dhe një fjalë të mirë nga gjithë të sondazhet e tjerë që së nxjerrin fitore Sali Berishës kërkon, përkundazi gjithmonë kanë çuar punë aty që e gjithë kjo luftë e madhe, gjithë të fushat elektorale, gjithë të marrëzira që bëhen, janë për një vend dytë Sali Berishës. Dakor. Por ka dhe një hile tjetër, sepse sigurisht duke marrë një sondazhist tjerë dhe duke dalë e vërteta, mund t'i thonë në mënyrë, si thonë, jo të drejt për drejt Sali Berishës, shikome, se ti je i humbur. Gjë që nuk ka nevojë ta bësh fare, sepse ai është i humbur nga vetvete e tij që kur ka humbur sillet më keq se sa Bideni. Ne kemi fituar një Biden tjetër, ose Partia Demokratike ka një Biden tjetër tashmë. Nëse po kthehemi ke sondazhi i madh dhe ke trajtimi që i bëjnë. Kishte thirrur zakonisht panelin e saj, modelin e saj. Zakonisht nuk thret njerëz të cilët mund të jenë real ose mund të anohen majtas. Nuk i thret Grida. Nuk i ka dëshirë, sepse sigurisht e konsiderojnë veten të djathtë. Edhe sigurisht është një djathtë e cila nëse amerikanët ta kishin përballë dhe thoshin që ti je woke politik. Stupid politik. Në të vërtetë thret njerëz që kanë kritika gjithmonë për qeverinë edhe nuk është se balancon, i merr gjitha, po kjo nuk është problem për mua. Në kohën e sotme nuk është problem, aty mund ta marrin gjithë panelin kundër Edi Ramës e kundër Partisë Socialiste. Halli mall, nuk është sajohet, emisioni është i tillë, është një emision i cili përkrah opozitën, përkrah Sali Berishën, ose përkrah Partinë Demokratike, më pak Berishën, ose shumë Berishën, më pak Partinë Demokratike, opozitën përgjithësi. Nuk është problem fare, janë edhe në Amerikë të ndarë kështu. Grida Duma këtë ka. Aty edhe nuk shkojnë edhe nuk thret asnjë prej tyre. E sidomos njerëz që kanë një lloj kapaciteti për të dialoguar. Edhe një që ishte aty, po shtonte një problem shumë të qartë, të tjerët, njëri sillet si filozof, tjetri është, si më thënë, banor i Syri TV, çfarë mund presësh prej tij. Imagjinoj ai thotë shiko, ky popull ose është i tredhur, sepse sigurisht rrin nën Putinin. Imagjino të çfarë mrekullinash lidh brenda për brenda Grida Duma, e cila është ajo që përbën mësëdhënjë edhe modelin e artë të gazetarisë politike shqiptare, domethënë sigurisht një deputete, një politikane, e cila merr përsipër pastaj bëj njeriu moderator politikës vet. Ku ishte gjithë diskusi? Në ato pikat që dolën, kuptohesh qartë se ku ishte tendenca, çfarë ishte tendenca, kë preferonin. Por një ndër pyetjet interesante ishte, po shkon Shqipëria në rrugën e drejtë? Edhe 50% thoshin po, në rrugën e drejtë. Po të s'ka një gjë se 50% janë, po themi, e gjithë e majta i thotë kjo. Kjo ndarën dhe të majtën e djathtë, në bolshevikëve kjo e thotë djathtë partisë vet, ose folk bolshevikëve. Megjithatë, e majta, Partia Socialiste, Edi Ramë. Dhe
Një pjesë tjetër ishte që më tepër besonin Edi Ramën se vetë Partinë Socialiste. E kuptueshme edhe kjo. Por këtu u hap debati. Si ka mundësi 12 vjetë dhe të jemi në rrugën e dur. Besoj se bijem të gjithë në një mend në panel, sepse kjo e dinte çfarë mendit kanë ata panel. Moderatorja fantastike. Kjo që u mbyll atëherë kur gjuanin ata të djatër ata pa dham. Që thotë yrysh Sali Berisha. E kam thënë edhe tjetër që po ta kishin kapur vetë aty Grida Duma, kush e di si kishte dalë. Megjithatë, e djatha Grida Duma. Jemi pothuaj të gjithë një mendje, duhet të themi tani, jemi gjithë mendje, 12 vjet e kanë tepruar këta. Si jemi në drejtimin e duhur? Politik, kështu ja, real politik, fantastike. Edhe tjerët, po, njeri aty u mundon të shikoni më se ne kemi të ndarë njerëzit në gjithë partitë. Gjitha partitë kanë ndruar në Evropë, si në lindje, si në perëndim, vetëm këto dyja kanë mbetur, po të njëjtat, kështu që e njëjta situatë do të jetë, pse po habiteni kaq shumë. Po nuk kuptohesh. Kush kuptonte, se më thënë aty vetëm logjika nuk kuptohet. Aty shikohet vetëm grida kur gridon, a kupton, kur ciceron. Edhe sigurisht kur jo anohet, se për tu anuar s'ka ndonjë problem, po në duken gjysmë angjëllore dhe gjysmë profetike të një gruaje të fortë angjëllore, gjithmonë, këtë do ta shtoj gjithmonë. Do që të tregoj pastaj edhe jo vetëm inteligjencën, edhe fjalitë ndërlikuara shpeshherë idiote, por edhe një lloj pabesueshmërie të jashtëzakonshme në logjik, jo në përkulet djathtas edhe majtas. Se për të përkulet nga të dojë, si të ketë qef. Problemi i mungesës logjikës është problemi i madh mëse në gazetarisë shqiptare, sidomos televizioneve. Aty për shembull në paneli ishin njerëz që kanë punuar gjithmonë kryeredaktor të kapterëve, të ngritjes televizioneve nga kapterë ushtrie. Sigurisht, një pjesë e madhe e televizioneve jo nga kapterët, nga rreshterët, nga bujkrobrit kthyer në kapitalistë të tillë, ndërtues, janë bërë në Shqipëri. Hapi madh i jashtëzakonshëm, si ka mundësi që edhe nga Amerika na vjen një sondazh i cili thotë janë 50% në rrugë të drejtë. Aty nuk ishte të bindur kërkon. Po unë nuk e kam hallin që nuk na qenë nga rrugë të drejtë Shqipëria. Hallin e kam kush ishte rrugë e drejtë, sepse po të thush rrugë e drejtë, duhet të kesh parasysh edhe alternativën. Ore kush ishte rrugë e drejtë sipas tyre? Kush është rrugë e drejtë që duhet ndjekë Shqipëria? Po i lëm këta të vegjël që hajt nuk quhet rrugë sepse janë vegjël. Rrugë e drejtë kush është alternativa? Alternativa kush është? Ja po ja them unë, sipas Grida Dumës, rrugë e drejtë i bie të jetë rruga 26 majit 1996. Kur Sali Berisha rrifte në hu, në druj, gazetar, politikan, komisioner dhe kush i dilte përpara. Kjo është rruga e drejtë e Gridës. Plus e ati që e sulmonte, kur kjo mbyllesh me Lulzim Bashën, edhe një gjysmë, ose gjysmën, po 1/3 e planetit majmunëve të Partisë Demokratike në selin e tyre. Kjo është rrugë e drejtë. Ata hypnin me shkallë, këta gjuonin me spulsonin me fikset e zjarrit. Kjo është rrugë e drejtë. Rrugë e drejtë kush është? Rruga që e psoi Sokol Boldashi. Cila është rrugë e drejtë? Cila është rrugë e drejtë? 97-a. 14 shtatori 1998. Kjo është rruga e drejtë. Këtë rrugë duhet marrim. Kush është rrugë e drejtë? Ndërtimi i rrugës Kombit pa projekt, vjedh dhe mineralin e maleve që shkonte. Grabitje kolosale, se i thonë këtyre grabit në mësohet, i thotë Sali Berisha, Ballukja, këta kanë 200 miliard, 300 miliard ka vjedhur ky, 400 miliard ky, 800 miliard, tu është vjedh gjithë mafia, narkoshtetit, gjitha gjanat. Po aty dihen se kush janë. Pa projekt më imagjino sa mund të vjedhen. Kjo është rruga e drejtë. Edhe pa mbaruar punët, mbaruar më vonë. Futet edhe në borxh, 700 milion, duhet larë dhe borxhi. Kjo është rrugë e drejtë. Kush është rrugë e drejtë? Të vrasësh më keq se sa Enveri. Enveri nuk ka vrarë 26 vet një sekond. Sali Berisha po. Kjo është rrugë e drejtë sipas Gridës. Se duhet ta marrim vesh se kush është rrugë e drejtë. Mirë, kjo nuk qen ka rrugë e drejtë. E këtyre 12 vjetëve që besoj bim të gjithë në një mend.
Kush është rrugë e drejtë? Gërdeci. Apo mos është vallë rrugë e drejtë 21 janari. Kjo është rrugë e drejtë. Kush është rrugë e drejtë? Apo kjo e fundit e Sali Berishës? Për atë minutë heshtjen e për Papa Francesco në shkret. Këto janë rrugë të drejta. Ku ti duket rrugë e drejtë Gridës? Se është halli i madh, problemi i madh. Ore ku ti duket e drejtë rruga? Cila i duket rrugë e drejtë kësaj? Se të tjera që nga me kthesa, rrugë e drejtë kësaj, kush i? Apo s'ka rrugë drejtë? Se nuk dolëm në konkluzion, kush ishte rruga e drejtë, me që nuk beson edhe këtë sondazhistin amerikan të Trumpit, të thirrur nga Top Channel, që është sigurisht nuk e di se çfarë mund të jetë, kush është rruga e drejtë? Gjesti i Big Brother, mos është kjo rruga e drejtë. Ky model është të ndjekësh rrugën e drejtë. E më i Grida, kush të duket rrugë e drejtë? Gjesti? Apo ja, ç'është gjesti? Do të jenë ata të përputhen. Apo dyja bashkë, kush është rruga e drejtë? Rruga e drejtë është rruga, sipas Gridës, sigurisht është rruga e njerëzve deviatë. Jam i bindur për këtë punë, një maskare, pavarësisht qëndrimeve të saja, si një burnesh e petinume. Kështu sillet, kështu ka qef të sillet. Gati trash zërin në mënyrë teatrale për të treguar që shiko, ne kam seriozisht, jam një grua e fortë, mos më shikoni kështu, vetëm si fashion. Por brenda mbetesh po e njëjta demokrate e famshme e Sali Berishës. Që qesh syri edhe nuri kur e shikon, sepse sigurisht ajo për ty është rrugë e drejtë.